Ade erdhëm në pjesën e dytë të emisionit, në të që e quajtëm njoftuam që në fillim për fushatën, për politikën tonë të brendshme, për zhvillimet e brendshme në territorin e Republikës tonë. Në fakt, gjë që bën më përshtypje është misteri, kemi quajtur misteri i parave dhe i burimit të 6 milion dollarëve, të cilat sipas burimeve të ndryshme mediatike, nuk e di, do ta dekriptojmë në këtë panel nëse është autentike apo jo. Kjo gjë është një kontratë me $250,000 në muaj për 2 vjet në një kompani e cila do të bëj lobim në Shtetet Bashkuara të Amerikës ndaj për habilitimin, po themi, të Partisë Demokratike dhe të kryetarit saj Sali Berisha. Por nëpërmjet kësaj situate duam të kuptojmë sa janë shanset, kush fiton dhe pse është kaq e rëndësishme që ndoshta përcaktuese për fitoren vullneti apo lopimi në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Për të parë vjen në 360 gradë zoti Dashnor Sula, ish deputet i Partisë Demokratike. Mbrëmje zoti Sula. Faleminderit, jemi deri në shtator, kështu që. Atë nuk e themi ish deputet i Partisë Demokratike. Duke qenë se s'ka parlament, thash, dakor. Jo, fillon parlamenti prap, mas datës 12, aty ka gjë më të bukur tani. A bukur, do rikthehesh aty. Normal, e kemi. Atëre, më ka fajin redaktori që më ka dhënë ish deputet, do ta korrigjoj. Atëre, Ilir De Maria ish analist. Sot podcastist, jo. Podcastist. Duhme De Maria. Mirë erdhe De Maria. Anduar Allabani, që zda investigative, më mbrëma. Më mbrëma, shej. Mirë erdhe. Faleminderit që më ke ullur në kreatë De Marlis. Madhe për mua. India Bozheko vazhdon të jetë me ne dhe rikthehet e zona ekonomike gazetare politike. Më mbrëma, shej. E se o të lasë në fund me dinamikinë e moderatorëve se dhe fjalën të parës. Ma thuaj, qa është kjo? Ka një burim lidhe në përmedia tja apo bëhet këtë debat? Ka një burim të besueshëm apo është një shpifje e majorancës kundër Partisë Demokratike? Jo, nuk është një shpifje majorancës, sepse nuk është publikuar për herë të parë nga majoranca, është publikuar nga media, edhe nga eksponentë. Nga media pranë majorancës? Jo, nuk është kështu, është ekspozuar nga kolegu Kleden Tomori, i cili njihet më shumë për sensin opozitar të tij sesa për sensin proqeveritar, por është mbi një bazë, mbi një të dhënë publike të hapur, pra nuk është se është një dokument sekret. Pra kontrata e lobimit, për ata që nuk e dinë, lobimi në Amerikë është një gjë e sankcionuar dhe mirë rregulluar në ligj. Është legal, ligjore, po. Është një gjë e lishme dhe çdo kontratë lobuese është transparente dhe publikohet. Është një korrupsion i lishëm. Po, ju nenit, e mërtoj si të duash, po është i lishëm për sa kohë deklarohet, dhe kjo kontratë është depozituar në një faqe zyrtare të qeverisë amerikane, ku depozitohet çdo kontratë e mundshme. Pra erdhi nga Amerika, ky lajm apo doli nga u botua nga, po them, nga transparenca që bëri vetë Partia Demokratike? Partia Demokratike, përkundër krenarisë, deklaron sot që ne kemi avokatët e Trumpit pranë partisë, në fakt e fsheu të kontratë, nuk e deklaroi të kontratë deri kur media dhe gazetari Tomori i pari publikoi këtë, sigurisht pastaj mediat proqeveritare i dhanë më shumë zë dhe pompim, po ishte kolegu Tomori që të publikoi i pari, mirë të dhënë të hapur, që edhe kushdo nga ne që kishte klikuar dhe të kërkonte aty, do të kishte gjetur sepse nuk është një gjë që është lehtësisht e fshehshme. Pse duhet kjo kontratë? Po, qëllimi besa duket është i qartë edhe nuk është se kemi nevojë të bëjmë kaq shumë fantezi, qëllimi është se si Berisha të heqë një më të madhe çka. Më fal, në kontratë nuk përmendet kjo. Sigurisht që nuk përmendet. Në kontratë thuhet lobim për Partinë Demokratike, do çështja e Berishas nuk përmendet fare. Po, sepse të thuash që do loboj për të hequr non gratën për termat ligjor amerikan mund të mos jetë e përshtatshme për efektin. Kjo non gratës është interpretim që bëjnë mediat pranë qeverisë. Po, në kontratë nuk ekziston një gjë e tillë. Është lobim për Partinë Demokratike. Le të pyesim njëri tjetrin çfarë problemi ka sot Partia Demokratike. Problemi i vetëm Partisë Demokratike sot është lideri vet non grata. Pra njolla më e madhe që problem, Partia Demokratike ka i mi probleme. Problemi nis nga kjo. Pra, çfarë mungon Berishës sot, i themi që nuk kanë dot oqeanin. Kjo kontratë ndoshta mund ta bëj këtë. Vetëm një fjali për ta mbyllur. Po, nëse Amerika mfal, nëse Amerika që ka bërë Republikë Banane, që ushit ka për $6,000. Vendimet e veta që është korrupsion i lishëm, tani më thua që suksesi ose jo korrupsion i lishëm nuk thuaj atë gjë të lutem. Fjalia vetë duhet të them, përveç se kjo është kontrata më e shtrenjtë ndonjëherë që ka bërë një parti politike në Shqipëri me Amerikë. Kontrata që dihen. Sigurisht do që dihen. Përveç kësaj rezulton që të jetë më e rëndësishme për mua sa për shifrën është për njerëzit të cilësh është bërë kjo kontratë. Do flasim pra, do flasim. Zoti Sula, deputeti i Partisë Demokratike.
Do më thonë, do jesh prapë pjesë e grupit? Fali? Pjesë e grupit Partisë Demokratike në parlament kur të mblidheni? Aty jam. Aty jam Aty e. në Partinë Demokratike. Do shikojmë si do shkojnë zgjedhjet datës. Mund të të prashtën nga grupi, ja. Po, I qenë shumë kritik ndaj leadershipit. Çfarë zbëva Je i përgatitur psikologjikisht. Je i përgatitur psikologjikisht. Kam 20 vite në politik zheje dhe të paktën jam ndër politikanët me gishta, sepse të paktën nuk kam në njoll, kur thonë që ta heqë partia, që s'kam pas njolla gjatë këtyre 20 vite në politik. Ata pa njolla hanë parë, se s'ka gjë. ata me njolla për njeriu janë gjitha. bëhen pazare. Për njeriu janë gjitha. Mjafton të kesh dinjitetin, të jesh një njeri me integritet dhe jo njeri një lëpirë apo. Jo se në politik po the që janë pa njollë, të marrin për, më fal, për shpejt të marrin për butolla. Jo, unë jam... Po ke njolla dhe me invest, ti mish mu një njollë, unë të i ty një njollë, jemi në pazar. Jam rehat me vetën time, me ndërgjegjen time, sepse edhe ato të cilët ka njolla nuk do rrojnë mas më shumë se ty sa mua 500 vjetë apo 1000 vjetë. Apo nuk hanë 20 herë apo 30 herë në veprime tjera. Njeriu zgjedh si të jetojë. Me dinjitet apo një lëpirës ose një hipokrit kur dalësh rrugë ose kanë prit dalë rrugëve. Gjithsesi, të kthehemi tek temat të cilët jam i ftuar sonte. Unë edhe si një ish prokuror për 15 vite në sistemin e drejtësisë, shikoj të kontratë në aspektin që në fillim që ka drejtëhije shumë të forta, të cilët do duhen që nga një hetim, cilët me sa kam informacion, nuk kam informacion, po nga mediat që ka filluar verifikimi nga ana e SPAK-ut. Dhe duke filluar nga shuma, nga personet e cilët e kanë firmosur në mosbërjen, ashtu se tha dhe zonja gazetare, që nuk ka patur transparencë ose mund mos fare të zbulojë një kontratë e tillë nëse nuk do ishte bërë publike nga gazetari. Vetëm një fjalë të mëse shtoj, sot zoti Berisha ka urdhëruar çdo kandidat dhe eksponent të PD-s që të mos dalë në asnjë emision televiziv dhe të mos komentoj kontratën. Që po të kishte një standard transparent do të ketë ndryshe sjellje. Çuditërisht kontrata është firmosur me 30 mars të këtij viti, me 4 prill ka firmosur. Ku qëndron keqja e kësaj kontrate? Unë mendoj që shumë i ka bërë më. Jo, nuk po them atë. Problemi është ke burimin lekëve ndoshta. Nuk po them atë. 6 milion dollar këtu janë kontratën nga pikpamja formale ka kontrata qeraje, kontrata shitje. Pse mos lo bëj Partia Demokratike? Lobimi, nuk është ky problemi. Problemi është një kontratë, a është në kriteret e kërkon ligji. Po kur vinte ambasador amerikanë thonë që do hani bar po ndiqni Sali Berishën. Nuk është e njëjta gjë më. Si s'është e njëjta? Para për demokratët që donin të doktorojnë, ora ajo është verbale, ajo shumë mirë është ka kontratë lobimi. Këtu shumë mirë është që Partia Demokratike bën kontratë lobimi sepse ka 4 vite. Ka asgjë më edhe bën shumë mirë. Kontrata do duhet të ketë transparencë, sepse në një kohë që Partia Socialiste për 12 vitesh në pushtet nuk ka bërë gafat e tilla dhe ne jemi për herë të dy që gjykohemi nga opinioni publik apo nga drejtësia dhe kontrata e $500,000 që e zotit Basha në atë kohë që paktën ishte akoma më transparent sepse ishte firmosur nga $500,000 të firmosur nga këto 6 milion to. Jo 500,000 duket apo $500,000. Jo pra atëherë. Në atëherë pra. Po këto janë 6 milion sa kësa radhe. Këto nuk diskutohet pra, është tjetër gjë kjo. Është 250,000. Pra, që ishte madh kontrata zotit Basha, kishte transparencë më të madhe për një arsye shumë thjeshtë, është firmosur nga përfaqësues Partisë Demokratike. Po zoti Noga ka firmosur tani këtë? Zoti Noga. Zoti Noga firmos si pranues i udhërimit. Si pranues i udhërimit. Firmos si pranues i udhërimit. Por gjëja kryesore është kjo, që do duhet që këto para kush janë donatorët, kush janë personat që kanë dhuruar këta para, dhe do duhet që pa tjetër ka një dyrim tjetër, si pas kodit zgjedhor, që një forcë politike do duhet që edhe kontratat të tilla dhuruese, do duhet që kur vin para nga jashtëtit do duhet të depozitohen në një numër llogarie të cilët të çelur nga partia politike. Para se kanë ardhur fare këtu nga ca amerikan, ka shkuar ca amerikan tjerë. Ka kodi zgjedhor dhe do duhet që të gjithë edhe kur janë nga fondacione do duhen të burimi këtyre dhe
personat të cilët janë dhuruesit kësaj shumë para. Pra do duhet Arturi, Dashi, Iliri apo kushte tjetër. Ligji amerikan nuk lejon që njerëz amerikan citizen, qytetar amerikan, të dhurojnë para në parti Nuk marr parasysh për flas për ligjin amerikan, po flas për ligjin shqiptar. Ligji shqiptar ka të përcaktuar qartë. Ligji shqiptar, ai personi do ketë probleme tash edhe në Amerikë. Kontabiliteti që do të ketë ka një regjistër të posaçëm çdo forcë politike e cila në momentin e parë që ka dhurata mbi 500.000 lekë të vjetra do duhet të jenë numër llogarie apo nën 500.000 lekë apo edhe më shumë se 500.000 lekë të regjistruar në regjistrin e kontabilitetit të një force politike. Dhe kjo forcë politike ka auditimin, të cilët janë audituesit, të cilët përsëri përcaktojnë nga kanarë dhe shikojnë të gjithë të ligjshmet pa ligjshme. Ja të shohim një. Shumë e kompletitur. 30 vjet nuk rezultoi që kanë bërë auditime. Nuk Do bën nomizi, merre shife shpenzimet e fushatave edhe del. Kush është Nure Din Seçi, shqiptar amerikani garant për pagesën për $6 milion? Apo nuk e dim? Është një emër edhe një pambi emër. Është një njeri për cilin ka nisur më ndjenin time dhe nga burimet nga SPAK-u ka nisur një verifikim dhe janë nisur dhe dokumenta letër porosi në Shtetet e Bashkuara për të marrë më shumë informacion rreth këtij individi. Ajo që është qytetar shqiptar? Është qytetar shqiptar që jeton në Amerikë. E ke takuar ndonjëherë? Ja ratis. Zoti Domani? Ja, njoh njerëz me sejtë. Është kështu, është i njohur në Amerikë? Unë era parë që Mund të ketë i pasur dhe mund të ketë lokale gjëra ka paguar ai? Një njeri me jetë normale, streses mes. E njeh apo se njeh, se po se njeh. Personalisht nuk e njoh nga Në informacionet ditë zonjës Albani ka një fakt që cilët ndoshta nuk është kapur. Ky fondacion të cili ka dhëruar këtë para është krijuar 7 ditë përpara se të firmohet. Kjo është, desha ta them këtë. Kjo është një dhe dyta është që ky ka pra, nuk ka një aktivitet që të njihet, të kishte çdo që tinim donator të tjerë. Lobustët kanë gjetur një individ, e kanë vënë aty para 7 ditësh, edhe kanë hapur. Po them, nga këtu fillojnë pikpyetjet e mëdha. Tani ke ky 6 milion që është edhe pagesa për lacimin tan apo? Jo, rezulton të jetë e përcaktuar. Në kërkimet që janë bërë, edhe nga SPAK-u nuk kanë konfirmuar akoma se ekziston një kontrat lobimi për 6 milion dollarësh, të nënshkruar nga Flamur Noka në emër të Partisë Demokratike për heqjen e statusit non grata, qoftë edhe për pagesën e Lacivitas. Deri tani, pra mund të jetë gjitha një shpifje. Këto janë vetëm një sajes mediatike. Po, sepse që nga mënyra është dokument publika i një qeverisë amerikane. Nuk po themi që është ka bërë kontratën me kompaninë, ai nuk është mos sajes kjo punë. Mund ta shkojmë themelin, se kemi pasqartësinë themel. Si doli kontratë? Kontratë ekziston? Ekziston kontrata më valla. Se ke pa kontratën ti ekziston kontrata. Ke brapa kurizit, po ajo e një ulë në kompjuter, do një më të bukur se ajo. Para që oficiali hyn atë zonë e kontratës. Po kompar kush e ka firmuar kush është zbula? Kontrata është zbuluar nga dokumenta të paraqitura në regjistrin e lobimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Foreign Agents Registration, ACD FARA, quhet ku firmat amerikane lobojnë për interesat të huaja dhe janë të detyruar të dorëzojnë të gjithë dokumentacionet dhe kontratat e bëra me deklaratat e tyre. Kaq është zyrtare. Dhe në këtë kontratë... Pra, nuk ka dyshim njëri që kontrata ekziston. Jo, nuk ka dyshim. është dhënë. Janë edhe të dhënat, se si janë ndarë. Se si janë ndarë dhe pagesat janë ndarë me 250, 3 për një vit dhe 3 për vitin tjetër. 750 deri me 11 maj, se këto është thelbi. Fiton para pagimi. Se kjo është historie të vazhdojnë kontratë. Kontratë është parashikuar kësi me 2 vite. Kontratë nga Palazzo Flamur Noka. E keni parë firmën e ti? Është dhe firma edhe është sekretari. Ma është të kesh syze të bësh mos e shikosh, ajo është e qartë që ka... Një minutë dhe thani, jemi shua ka shumë me fake news sa që të saktëm Ore, firma është e Flamur Nokës, që se nuk ishte Flamur Nokës, se nuk del Flamur Nokës me thonë që nuk o firma ime aty. Se boni ka Ore, Dani, ore, nuk ka dalë një njoftim zyrtar nga Partia Demokratike. Ka dalë. Gjithashtu në Partia Demokratike ka thënë që me Krenari ka firmosur një kontratë të tillë që është një dhuratë nga patriotët shqiptar në Amerikë kanë bërë për PD. Patriotët shqiptar në Amerikë kanë bërë PD-s, janë ata përgjegjës sipas PD-s për këtë negociante për këtë financim. Mund të jetë thjesht po them çfarë ka thënë PD-ja zyrtarisht. Ja, tani të fillojmë debatin vetëm dhe një serin. Ka një vetëm Elida, çdo më thënë garant për pagesën.
Garant për pagesën do të thotë që në qoftë se Partia Demokratike ka ngërç ekonomik, pra i blokojnë fondet, nuk ka lek, ka harxuar shumë për fushatën e tjerë, subjekti që është i treti, Nuredini ka garanci Nuredin Seçi, ku që është ka pasuri të mjaftueshme. Pra nuk ka burimi i parave që do shkojnë. Unë nuk e di këtë, unë po them pyetja ishte teknike, çfarë do të thotë? Teknike, çdo do të jesh garant. Garant do të thotë që është dikush që ka në rast se ti nuk paguan parat për ty. Okej. Pra, do më thënë, jo se i paguan Nuredin Seçi këto para. Jo, i paguan vetëm në rastin se ti blokojt pagesa në rrugën. Blokon pagesën për shkak të ndryshme. Është lënë e qëllimshme, evazive, do shkojnë parat, ku që japin? Shqipë është Dorzanës. Para Dorzanës. Ne, unë e gjithë në këtu, do i dhurojnë parat të një? Do thotë mund të kemë kotizacionin e antarësisë, apo do vim para nga Shqipëria, nuk e dim pra. Pra është një kontratë. Shiko, zotë Shehi, ka një... Sura, më falë. Ka një... Partia Demokratike ka eksperiencë me lobingjet. Dy nga lobingjet më të mëdha të Partisë Demokratike është në vitin 2023, kur Sali Berisha nënshkroi një kontratë pro bono me një kompani amerikane, e quajtur Pram Policy Group, për të zbuluar ndikuesit dhe arsyet e shpalljes së tij non grata. Dakor. Nga SBA-ja. Por nuk është nga Partia Demokratike, është individ. Personale. Mirë pra mirë, në okej. Mos e ngatërrojmë gjërat. Tani edhe kjo nëse është kamufluar në emër të Partisë Demokratike për interesa personale non grata, prapë nuk e dim. Okej, në këtë kontratë nuk u nënshkruan pagesa monetare. Zoti Berisha u tregua pak më furbo. Çfarë ndodhi me të kaluarën në PD? Ne e dim shumë mirë procesi që u mor zoti Basha Erberistani që shkuan prokurori i vitesh, për të dhënë deklarata në lidhje me lobimin që ishte bërë me Shtetet e Bashkuara me Muzinin, dhe një çështje e tillë, me sa unë kam informacion, unë mbyll nga prokuroria e Tiranës, për mungesë provash, unë dan prokurorët në çështjen në fjalë, dhe asnjëri nuk mori përsipër të dënojë dhe të shkojë deri në fund procesit për lobimin, i cili ishte shumë i dyshim. Dhe çfarë doli si konkluzion atë kohë? Doli që parat kishin dalë dhe kishin ardhur me valixha. Dhe Muzini, që ishte një nga dëshmitarët kyç, në momentin që u thirrën nga ambasada amerikane dhe nga Shtetet e Bashkuara për të dëshmuar për llogaritë të prokurorisë shqiptare, ata kërkuan vetëm një kusht, që Muzini, si shtetas amerikan, të mos arrestohet nga prokuroria shqiptare. Pra të merret në pyetje për llogaritë e hetimit, por të mos arrestohet. Dhe një çështje e tillë nuk u zbart kurrë. Pavarësisht se kjo gjë i ka shërbyer Partisë Demokratike si një rast shumë i mirë për të nxjerrë ca leksione në lidhje me lobingje, sot ne kemi një material tjetër që vjen prapë për PD-n, vetëm pak kohë para fushate, dhe mos harrojmë që një informacion i tillë nuk ka dalë nga mediat shqiptare. Këtë po themi. Por ka ardhur nga Shtetet e Bashkuara, pra është një informacion i fabrikuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po themi i fabrikuar do të thotë edhe i falsifikuar, kujdes. Me termin, i fabrikuar kuptimi që ka ardhur nga buron. Ka ardhur si dokument, po se si është transferuar pastaj këtu? Po të hysh online kjo kontratë ndoshta nuk do publikohet deri me datën 11 mars. Publike më ke për detyrim ta publikoj. Ne po themi që më ashtu. Cili është varianti jot? Për ta bërë më të thjeshtë, unë nuk di varianti, po, unë di këtë, që qytetarë amerikan nuk kanë drejt të lobojnë për një parti të huaj. Lobimet lejohen vetëm brenda Amerikës. Tjetra është që ky njeri, qose ky ka marrë përsi për të japi $6 milion, dhe siç tha edhe Dashi që para një jave se të bëj kontratën ka hap këtë kompaninë. Atëherë ka hap këtë lobimit, atëherë ky duhet të thotë kush janë njerëzit që kanë kontribuar me $6 milion, bëhet me listë çdo, edhe ke vatra, që është. Po mund ta kenë bërë, unë se di. Ka listë. Zhej ka kontribu me kaq dollar, Iliri me kaq dollar, ky me kaq dollar. Jo, mos e ngatrojmë Ilir. Ai personi Nuredin Seçi ka dalë garant. Nuk sot që i kap $6 milion. Po pra ka dalë garant. Ore do të bëj pagesë 250.000. Të lutem pra një minutë, ta marrim me logjik. Parat do i paguaj Partia Demokratike. Nuk dihet akoma kush do japi parat ka Partia Demokratike. Aty thotë që parat do paguhen nga këto valla. Po jo pra, po më dëgjoj një. Okej. Thuhet që zotëria, kjo kontratë që ne kemi këtu përpara syve, është thjesht një kontratë garancie nga Nuredin Seçi
Edhe për garancin duhet vesh pare Po down. të lutem më buri dhe po jo mund mos i vesh. Po të fillo punë kompania pa hudh pare të poshtë. Po të lutem më buri dhe 1 minutë. Në Amerikë po dhe. Në Amerikë tjetër gjë. Nuk të fillo punë kompania pa hudh pare ti. Po nuk e dim pra nuk e dim. As avokati, as kompania, do hudhësh kaq pare. Mos u merr me Amerikën, mos u merr me Shqipërinë. Po dakor, më merr me Shqipërinë këtu. Jo me Shqipërinë nuk merr fare unë. Ti ndaj gjërat me radhë. Tani Shqipëri. Parat Nuretdini nuk sot të paguaj para. Nuretdini thotë unë dal garant nëse ti nuk i pagu para. Partia Demokratike, këtu fillon. Por duhet të depozitosh një shumë ose duhet të kesh referenca financiare. 1 minutë për 1 minutë, që të njifet. Ore, unë prit më për të marroj mirë. del dikush ka para. Mos mos jeni kesh. Po të lutem po ta marroj më burr të arsyetimin gjë për Amerikë. Po gjojmë Po gjojmë valla. Mund mos jenë kesh në pasuri pa lujshme. Po. Që ka një vlerë $6 milion. Po. Garantusi. Po nuk ka ky vlerë $6 milion, më dashi. Po ti po nuk e di më buri. Ky thotë ka grumullu diaspora shqiptare. Po tash kush janë njerëzit që kanë grumullu këto lekë? Po të vazhdoj për si u grumullu këto lekë? Vazhdoj arsyetimin. Dhe ky nuk ka $6 milion mbaroj arsyetimin. Ta mbaroj zoti Sula. Po ma ngjar më. Nuk e thot Nuretdini. E thot Berisha, pa thot Partia Demokratike. Tani nuk është detyrë Nuretdini tani atë zotërisë atje. Që të sot për tani Partia Demokratike, nëse sot që këto para janë nga kontributor të patriot shqiptare atje, detyrimi i Partisë Demokratike që të bëjtë para, që të bëjtë pagesë të këtij lobimi, do të vinë parat këtu një numër llogarita shpjegova fillimisht tek Partia Demokratike, sepse është mbi 500.000 lekë të vjetra, dhe këto paratë do të nisën pastaj për lobimin. Po dashun po them që nuk ka drejt qytetar amerikan që të bëj pare për një parti të huaj politike për burra, kuptosh, s'ke ligj. Unë nuk po diskutoj këtu fare, po diskutoj. Ore nuk e di një herë më zotëri, këto para kanë artu s'kan artu, kush e person, nuk di asnjë gjë pra çfarë. Prandaj titulli është nuk ka misteri i parave. S'ke ligjit amerikan. Jo, je detyruar, pa një kapi pra. Ato para nëse do të kishte firmos sekretari Partisë Demokratike, Flamur Noka, sigurisht mund të ishin në çasti që është pal janë 2 garantë, se po lexoj kontratën. Falni se isha duke lexuar pikërisht kontratën. 2 garantë, është Nuretdin Seçi, i cili është kryetari një bordi të një trusti, që do me thënë ka investuar në fondin trust që kanë në Amerikanët, është një institut juridik i posaçëm, Shqipëria nuk e njeh histori tjetër, dhe tjetri është Carlos Trujillo. Pra është dhe një subjekt tjetër që... Carlos Trujillo është kë merr parët. Jo, është garantor, o tashi Debalje, unë kam kontaktuar. Atë komuniteti, sipas Partisë Demokratike zë Sula, deputeti Cecilia Syrieni, akoma, komuniteti shqiptar-amerikan përmes fondacionit Make Albania Great Again. Me, fondacioni kriju për ka kontraktuar kompaninë Continental për të ndihmuar në konsolidimin e marrëdhënieve miqësore të Partisë Demokratike si forca më e madhe opozitare në Kongresin dhe në qeverinë e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Tash unë po themi jo. Ta mbaroj deklaratën. Synimi i bashkëdhetarëve tanë në Shtetin Bashkuar të Amerikës. Bashkëpunimi i Partisë Demokratike me aleatin kryesor të Shqipërisë për të rivendosur demokracinë funksionale dhe shtetin e të drejtës në Shqipëri. Shumë mirë është objekti më, Kompania Continental. Edhe i lishëm është. Ne po themi për paradës, po flasim për Kompania Continental drejtohet nga ambasadori Carlos Trujillo, i cili njihet gjithashtu edhe si avokat i presidentit Trump dhe si antikomunist i palëkundur në qëndrimin e Garanti pra. Kontributi financiar. Partia ka sqaruar më vëlla, unë s'kuptoj. Partia ka sqaruar më burr. Ja, po e sqaron. Kontributi financiar për realizimin e këtij qëllimi është marrë përsipër 100% nga patriotë shqiptar që jetojnë dhe punojnë për dekadës në SBA dhe si dhe demokratë të tjerë të larguar nga Shqipëria këto 10 vite për shkak të regjimit e Tiranës. Partia Demokratike falenderoj demokratët. Pra, shumë mirë nga Demokratike. Do thotë që është bërë një fond, American Fund, me kontributet patriotëve versioni zyrtar i partisë. Po mirë, po duhet aja patjetër. Po mirë, dakor. Tash unë po them, nuk lejohet që qytetarë amerikanë suportojnë
partit huaja politike me listë. Po prit morla. Ore si shteni më burë. Mirë folni. Ore merrni me thelbën në burë. Ore, po prit për tash ta marroj fjalën. Ta marroj fjalën. Unë më them ky person që ka dalë, që quhet Seci. Ky thot që ka kriju këtë fondacion, fondacionet zonjë kanë bord. Po pra ky është kryetari i bordit dhe mos bordit. Kush është bordi? Kryetari i bordit. Kush është ku kryetari? Hajde ti kryetari, unë kryetari për bord grumbullën. Kush janë njerëzit që kanë bordit? Po ka ndërhyr një strukturë shtetërore për ta verifikuar. Jo, valla, si u boka kushtetini ka bord fondacioni, siç ka bord vatë. Kontratë amerikane. Ore ti po them sa shkruajta po janë rregull edhe një bordi. Më fal, tash ti themi shtetit amerikan që pas ka rëshkitur pak më pas ka fare. Jo, më ka rëshkitur se kanë thënë se ti ti forbidoj se thot avokatët kanë numër 1. Më nëse Amerika funksionon në bazë nuk e di, që nga të merr. Po e themi lutem më qet, lutem, ka një gjë themi. Po jo më na luni me ska prokuror 2 vet. Unë atë çudi. Deputet prokuror vendos qetësi. Po 2 vet krijo kanë bord, merr kanë lekë, kush janë donatorët, kush janë. Po për këtë di që vjet direkt, aty normalisht më do filloj hetim me VI dhe State Departmenti do të ketë. Kështu qoftë isha. Do filloj hetim direkt më edhe një herë për këtë. Se gjatë nuk jam budallaj njerëz. Dihet ka kanë dalë parë. Dihet ka kanë dalë parë. Me ty, por juridikisht funksionon pak ndryshe. Edhe një herë, kontrata në pikpamja formale është e ligjshme. Tjetër. Kontrata është dasha po merrve sa po them, nuk është e ligjshme për ata atje më valla, nuk po them këtu. Ora është idiota ai avokat amerikan që ka firmuar sot kontratë. Ta mbarojmë nga legët. Tani është nga legët, po ka përgjithësi. Ai shkoi suportoi ka. Mirë, do ta shihni pymin. Problemi këtu qëndron. Dashje fal, a mund të bën mbrojtësi i debatistë $1 Kush ka dhuruar $1 aty, kush e person me këtë me listë, person, nuk u bë tjetër, po ky është Selbi po pritet. Tani ne duhet verifikojmë Ky është Selbi, po merremi me Selbi. Personi identifikuar. Ligji në themel që konteston zoti Bania është ky, që nuk ka të drejtë një qytetar amerikan të paguajë para të bëjë lobing, pa të japi donacione për një parti që nuk është amerikane. Supozojmë se është e vërtetë. Këtë po thollai. Jo më është e vërtetë. Dhe këto legjë nuk i registruar. Kjo zyra lobusa nuk e di këtë. Nuk e di pa tani Damania për këtë po dëbon. Ti ka thënë kjo. Ishte paligjshme. Ajo kontratë ishte paligjshme, nuk ishte regjistruar te regjistri i lobimit në atje ku është, sipas fara. Sa themi këtë gjë tani. Merrni me gjë. Merrni me ligjin shqiptar. Ligji shqiptar përcakton që çdo donacion që ti përfiton si forcë politike, edhe në rastin konkret do duhet ta deklarosh dhe donatorët duhet të deklarojnë lista donatorëve. Kjo që themi këtë thash. Këtë thash më dash. Do të ketë listë donatorë dhe ka bord. Do them që është e ligjshme, do duhet dim donatorët dhe ka. S'ka përsi të them paligjshme. Meqenëse po flisim për Nureddin Secin dhe është një nga personat që është deri tani ka shumë pikpyetje ku është, çfarë profesione etj. Nga një ulëmtim shumë i vogël, Nureddin Seci është kushëriri i parë i Agronezës. Agroneza është një nga personazhet shumë i emetuar në vitet e fundit që akuzohet nga Dr. Berisha si personi, ma le ta mbaroj, si personi që ka paguar në Amerikë dhe ka lobuar për t'i vënë atit non gratën. Ndërkohë që kushëriri i tij, i cili ka qenë në komitetin ekzekutiv në Tropoj si një inspektor për sportet, ka mbi 20 vjet në Amerikë, na rezulton si personi i cili do t'i heqin non gratën. Pra një kushëri e sulmon doktor, një do të një kushëri kërkon të shpëtoj non gratë. Në qofë se është këshua, këtë sigur të? Është sigur. Këtë super lajmë. Oke? Të njëve së familjes. Pse ura në qëtësi tani nga kjo gjë? Se beram dakord. Sula, që do të ndryshoj kjo në opinionin publik të demokratëve? Që t'jemi qartë. Po, dhe të zgjedhëve. Kjo kontrat ka vlerë deri me 11 maj. Urdhra se na qatë kokën. Federal law prohibited contribution, donation, expenditure, including independent expenders, distributions, to support foreign party from American citizens. Edhe njëherë. Ka të drejtë amerikanët, qytetarët amerikanë, suportojnë partitë huaja me parë. Unë nuk marr parasysh qytetarët amerikanë. Po jo më çasha i qytetarë amerikanë, do jam qytetar amerikan. Po përdori një qytetar latin, përdori një nga Ekuadori. Po jo më nuk ke të drejtë nga mrena Amerikës, si nuk ke të drejtë. Po s'ka fare nga mrena Amerikës, nga jashtë Amerikës. Ka një gjë.
Jo, sepse ka dhe një dredhi, që se kam për ata. Patriotët antikomunistë kanë për këtë gjë, kanë paguar, kanë kontribuar për fondacionin. Që paguar fondacionin ka marrë leket, pas e fondacionin merr këto lek dhe i përdor për lobim. Te nuk e di. Ja që se ka ligji. Jo, po nuk mund të se ka. Po ta lexojmë nga si ligji. Po nuk e dek për parti, mor zotri. Je për një fondacion. Por si na jep, nuk ka partie, fondacioni çfarë është? Ku dia jep fondacioni? Fondacioni do mbështesi ku dia jep? Po pagoj faturën më pas autobuse. Shqipëri nuk ka parti, më valla, po them parti politike, ato mund bin $1 bilion shqiptarë amerikanët mund bin këtu për ndërtuar Shqipërinë. Po jo partie politike, po them. Po nuk e ka dhënë partisë, po ka dhënë fondacion. Po kujt e ka dhënë valla, kujt me çinë ka kontratë? Shife, me qine ka? A është partizë. Democratic Party Albania është klienti. Po pra, është përfituesi, jo klienti. Klienti është bordi. është me 3. Me 3 shkallë. Oke, kam më gabim. Pra të doja praktikisht asë do i ka pak kalë publicitet. Problemi, kjo kontrat me unë, do kjetë fuqi dhe me datën 11 maj. Dhe fakti që është para paguar $750.000, tregon që Partia Demokratike dhe zoti Berisha janë të interesuar që të marrin një benefit fort nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të një telefonata, të një video call-a, të një takimia, të një ardhje zyrtare amerikana, të shkuar të një profesusit lartë apo zoti Berisha në KB apo në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që për t'i dhënë një suport të fort, sepse deri tani në perceptimin qytetar është krijuar që nuk i duan amerikanët, Partia Demokratike, nuk e lënë të vinë amerikanët në pushtet Partinë Demokratike, dhe kjo është gjithë qëllimi i kësaj kontrate me sa kuptojmë, sepse po ndodhi që humbën zgjedhjet e Partisë Demokratike me 11 maj, nuk lut mend Shas Berisha, Slemur Noga, asnjëri që t'japi praparatë. Po themi gjë tjetër. Sepse edhe ta qytetar deri ta shëntojnë. Edhe t'ja heqin nesër në gradën Sali Berishës Amerika, nuk e hek në gradën shqiptare. Po tjetër gjë. End of story. Diskutim tjetër. Që ki bia, po t'i harxoj ato lek, mirë e bëjnë që ja morin ato lek. Po nuk e di. Se ka ai. Shë që mire, bëjnë t'i mori 6 milion i mori e avokatin Francë, 3 milion kyt, 2 milion kyt, se më që njerëzit budallën tipken pare për halin tate, këmë në luni me që burë se ka që naivë si jemi. Po, prapë që prapë gjithon njerëzit e apin paratë. Janë sa njerëzit e apin paratë. Tur t'i e di shumë mirë fondacionet ku do botë, fondacionet bëjnë spiket më të mëloja ku do në botë, abuzimi më i modhi paras, korupcioni më i modhi paras, pastrimi më i modhi paras bëhet me fondacionet. Maroj puna, kjo është. Kjo që bëni u e zonë dhe Maria është analizë morale, por nuk është bjen dhe shpiligjin. Po jo më e ditë kjo është problem. Zërgjë që nuk bjen dhe shpiligjin, lejohet. A ishe Trumpi që blokoj fondacionet, se abuzeshim në paret. Uj, për këtë fondacion, për këtë fondacion. Po ja që shefe kabinetit Trumpi ka të kompani lobuse që me gjitha dhe më shpegoni një gjë, pse doktor Berisha, u rikëthyë në Selanik dhe prapë mbrojti shumë Fredi Belerin, u burgos ta se nuk u shqit, por kjo basë publicitet.